Deri në orët e sotme të mesditës, Partia për Veprim Demokratik Dega në Bujanoc ka arritur të grumbulloj rreth 2000 nënshkrime në përkraje të listës së koalicionit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës për zgjedhjet parlamentare. Vetëm në Tërnoc, brenda një dite, ky subjekt ka arritur të grumbulloj rreth 1000 nënshkrime. Gjithsesi, koalicioni i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, përkatësisht PVD-ja, ka filluar disa ditë të mbledh nënshkrime sa i përket edhe zgjedhjeve parlamentare dhe zgjedhjeve lokale. Megjithatë, kjo është dyta e dytë që ne po mbledhemi për zgjedhjet parlamentare, përkatësisht për listën koalicionit shqiptarëve të Luginës së Preshevës, dhe kaq deri më tash në këtë çështje ka arritur numri deri në 2000 nënshkrime mbështese për listën e koalicionit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, përkatësisht për 2 ditë tashmë për vetëm në Tërnoc është arritur numri diku afër 1000 nënshkrime mbështese të këtij koalicioni. Partia për Veprim Demokratik nesër grumbullimin e nënshkrimeve për zgjedhjet parlamentare do ta bëjnë në fshatin Breznic, ndërkohë që qysh moti ka kryer grumbullimin e nënshkrimeve për zgjedhjet lokale. Nesër do të jenë në Breznic, përkatësisht vetëm për zgjedhjet parlamentare, nga se ka kohë që Partia për Veprim Demokratik e ka kriju obligimin sa i përket zgjedhjeve lokale, vetëm është çështje kohe se kur do ta dorëzojë listën e këshilltarëve të mundshëm për zgjedhjet lokale. Afati i fundit për dorëzimin e listave zgjedhore në Komisionin Republikan Zgjedhor për zgjedhjet parlamentare është data 21 prill.